Triatleti kosovar Albion Ymeri u shpall kampion ballkanik në duatlon, në kategorinë elit, në garën e mbajtur në Podgoricë të Malit të Zi, duke zënë vendin e parë. Ai pati paraqitje të shkëlqyer duke e ndalur kohën në 55 minuta e 58 sekonda, me një dominim absolut. Personalisht jam në ekstrem i lumtur për këtë arritje që e kam bërë në garën e fundit kampionatit ballkanik. Për mua deri tani është medalja më e rëndësishme dhe gara më e rëndësishme që e kam bërë, njëkohësisht që kam fituar. Nuk isha thënë që ka qenë e papritën, sepse jam përgatitur për një kohë shumë të gjatë për këtë medalje. Veçanërisht edhe së fundi ne kemi qenë një kamp stërvitor në Antalya, i cili u mbështet nga Federata e Triatlonit, i cila ishte dedikuar tërësisht për këtë garë. Gjithashtu edhe në postimin që kam bërë në rrjetet sociale, kam shkruar që është viti 8 me radhë që merrem me sport dhe ky është momenti më krenor në karrierën time sportive dhe e kisha vlerësuar si arritje më të madhe deri tani. Mirë po shpresoj që edhe në të ardhmen me te kalu këto në kampionatet më të rëndësishme, të cilat synojmë të marrin pjesë. Albioni diferencën ndaj triatletëve tjerë ballkanik e bëri në segmentin e vrapimit, ku tregoi qëndrueshmëri dhe ritëm të lartë. Diferencën kryesore e bëra në pjesën e vrapim, pjesën e parë, ku ju distancova të gjithë garuze. Pastaj në pjesën e bicikletës vetëm e shtyva distanca pak më shumë, edhe pjesa përfundimtare që ishte vrapi i dytë, vetëm se e përfundova atë vazhdimin e garës me sukses. Koha totale nga vendi i dytë ishte më shumë se 1 minutë, pastaj vendi i tretë ato tjera nuk është se i di përmensh, po kjo ishte mjaftueshme për me siguru vendin e parë të medaljes. Mundem me thonë që konkurenca ka qenë shumë e lartë. Gjithsej kanë qenë rreth 70 garuz prej 9 shteteve ballkanike, gjithashtu ka pasur garuz prej shteteve tjera. Konkurenca ishte mjaft e lartë, ku në këtë kategori kishte nga gjitha shtetet ballkanike, siç Rumania, Slovenia, Kroacia, por arrita me sukses dhe jam i lumtur për këtë. Ndihmë të madhe në përgatitjen e triatletit ton ka luajtur edhe Federata e Triatlonit e Kosovës, e cila ka ofruar mbështetje profesionale, kushte stërvitore dhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare, duke ndikuar drejt për drejt në ngritjen e nivelit të tij. Përgatitjet kanë shkuar gjithçka sipas planit. I kanë filluar, domethënë përgatitje specifike për këtë garë i kanë filluar qysh në vitin e kaluar në 2025 në fund sezonit në dhjetor. Gjitha kanë shku me plan, me sistem, mundem me thonë që kanë qenë përgatitje personale, mirë po mbështetja ka qenë ekipore. Dhe thonë kjo sukses nuk është personale as pak, është sukses i cili ka ardhur nga mbështetja e shumë faktorëve për rreth, duke u nisur prej ndihmës dhe mbështetjes që kemi nga kryetari i Federatës së Triatlonit, Naim Gashi, të cilët i falenderojmë personalisht. Domethënë paralelisht edhe është Federata e Triatlonit bashkë me kryetarin, të cilët janë mbështetësit kryesor, se e dim që triatloni është sport shumë i kushtueshëm, sepse ngërthen 3 sporte tjera, të cilat individualisht janë komplekse, ndërsa kur bëhen bashkë kjo e shton edhe më shumë kompleksitetin e saj. Domethënë mbështetësi kryesor është Federata e Triatlonit, pastaj mbrapa atyre janë trajnerët, të cilët merren me përgatitjen teknike, taktike dhe fizike tonën, pastaj klubi i triatlonit e kështu me radhë. Pavarësisht se nuk ishte koha e tij më e mirë personale, ai arriti të shpallej kampion ballkanik. Ai e ka dëshmuar formën e tij të lartë dhe potencialin për rezultate edhe më të mëdha. Performanca më e mirë në këtë disiplinë jo nuk është, sepse kam pas performanca më të mirë në kampionate evropiane dhe botërore. Mirëpo atje është niveli i garës pak më i lartë, domethënë performanca e njëjtë atje nuk arrin me siguri medalja, ja dihet. Por në nivel ballkanik kjo për momentin është më mirë. Gara e radhës është kampionati ballkanik i triatlonit, që do të mbahet në qershor në Ohër, ku përfaqësuesi ynë synon të përsërisë suksesin e arritur në Podgoricë. Po, garat e radhës që i kemi si federatë edhe si Albion është kampionati përsëri ballkanik, po kësaj here në triatlon. Sepse kjo është kampionati i duatlonit. Kampionati i triatlonit do mbahet në qershor në Maqedoninë e Veriut në Ohër. Pastaj eventi kryesor i vitit për cilën po përgatitem personalisht është kampionati evropian i duatlonit, i cili do mbahet në Korrek në Spanjë.
Suksesin e arritur e konsideroi të madh edhe kryetari i Federatës së Triatlonit të Kosovës, Naim Gashi. Përfaqësuesja e Kosovës në triatlon ka arrit një sukses shumë të madh, historik mund të themi, duke u shpall kampion në kategorinë kryesore tek seniorët, po ashtu edhe të pionierët me sportistën tonë në Renza Kuqi, të seniorët Albion Imeri. Po ashtu, Genci Sufit e grup mosha mbi U20 arriti të plasohet në vendin e parë. Për triatlonin e Kosovës ky është një sukses i jashtëzakonshëm, po ashtu edhe për sportin kosovar në përgjithësi. Ne si federat jemi shumë të kënaqur me paraqitjen e sportistëve tanë, por nuk është ndonjë befasi e madhe për shkak se Federata e Triatlonit ka punuar vazhdimisht duke krijuar kushte shumë të mira për sportistën tanë, duke i dërguar në kampe shumë të mira cilësore në Antali dhe si rezultati këtyre përpjekjeve më në fund u shpërblyen edhe me rezultatin më të mirë të mundshëm. Ky rezultat është shumë i mirë dhe si ta themi i motivon edhe të rinjtë tjerë të merren me sportin e triatlonit. Por gjitha këto suksese do të ishte pamundur pa një përkrahje shumë të fuqishme dhe të vazhdueshme nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, me që rast e falenderoj shumë për përkrahjen e tyre të vazhdueshme, po ashtu edhe Komitetin Olimpik të Kosovës, të cilët na kanë mbështetur, ku 3 sportistë tanë marrin edhe bursë olimpike, edhe kështu që kjo do të ndikojë edhe në të ardhmen, sidomos në sportin e triatlonit. Shpalljen kampion ballkanik ai e vlerësoi lart, duke theksuar rëndësinë e këtij rezultati për zhvillimin e sportit në vend. Albion Imeri ka punu vazhdimisht një kohë gjatë dhe më në fund e arriti atë të cilën ka pas synim që një kohë gjatë dhe a përgatit vazhdimisht. Ka qenë një emocion shumë i veçantë, një ndjenjë shumë e fortë, ku në mesin e gjitha atyre shteteve të cilat ishin pjesëmarrëse, flamuri jonë u ngrit në pjedestalin më të lartë. Kështu që unë si kryetari i federatës kam ndjenjë një emocion shumë të fortë dhe një ndjenjë të papërshkrueshme. Sipas kryetarit Naim Gashi, Federata e Triatlonit e Kosovës po i kushton rëndësi të veçantë zhvillimit të gjeneratave të reja, me synim ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen e këtij sporti. Po sa i përket kategorive të reja, jemi duke punuar në këtë drejtim, por si ta themi, infrastruktura ju e adekuate, po na shkakton bajagi probleme në këtë drejtim, por prapë se prapë jemi mirë. Edhe në këtë drejtim kemi 3 të cilët janë shumë premtues, dhe do me thonë si në Renza Kuqi e kemi, po ashtu edhe Selina Gashin, i kemi edhe tjertë, do me thonë që janë në ardhje sipër, të cilët pritet me pas rezultate të mira në të ardhmen shumë të afërt. Ai theksoi gjithashtu se nevojiten më shumë investime në infrastrukturë, financim dhe programe për të rinj, në mënyrë që triatloni të arrijë potencialin e tij të plotë në Kosovë. Tash sa i përket Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, ne si federat jemi shumë të kënaqur me mbështetjen e tyre. Por ajo ku unë kisha bërë thirrje për shfrytëzoj rastin në misionin tuaj është që komunat të organizohen pak më shumë edhe të kenë ndoshta një përkrahje më të madhe ndaj sportistëve dhe konkretisht ndaj trajnerëve. Sepse këtu është ajo pengesa ku nuk po arrin të lidhet, domethënë klubet me federatën. Ne si federat kemi bërë mjaftueshëm, po menoj unë si kryetar, nuk do me thonë që tjertë kanë me menu si unë, po ajo ku kemi pengesën më të madhe ishtë dashtë komunat të kenë një projekt konkret për
përkrahjen e trajnerëve në për klubet konkrete të cilat janë. Objektivat dhe synimet janë të qarta, me qëllim që të vazhdojnë puna dhe përpjekjet për suksese edhe më të mëdha në të ardhmen, duke rritur nivelin e përgatitjes dhe rezultatet në gara ndërkombëtare. Po sigurisht, kampionati ballkanik është një prej, prej arritje më të mëdha të sportit tonë, po sigurisht ne do tentojmë dhe synimet tona janë edhe më të larta, kampionati botëror pse jo edhe lojrat olimpike. Suksesi arritur tregon punën e palodhshme të sportistëve dhe mbështetjen e strukturave përkatëse, duke hapur rrugë për rezultate edhe më të mëdha në të ardhmen. Me përkushtim, bashkëpunim dhe investim të vazhdueshëm, triatloni ynë ka potencial të vazhdojë ngritjen dhe të përfaqësohet me dinjitet në arenën rajonale dhe ndërkombëtare.